Treja thash edhe në fillim ke pasion kuzhinën, din gatuash mirë, nga ke mësu të gatuash? Ku mësu paka shumë prej mamit dhe ma e vogël jem kom pak probleme. Në stop mami kur gatuj ke diçka, shkoj isha ju afrejsha. Edhe tani këshusha paka shumë pisojna, po edhe të doj gjyshja e shpis, që si sanë qështu. Ma shumë jem ka ëmbëlsira që du me maru se so bukën, sidomos që kem u i Ramazanit që tash. Mami është kem pun të në kohën, edhe babi se shken shpe. Tash iftarin, që atëre kur thërke e zoni, ata nuk ishin halon shpe. Dhe me thonë që atëre mas një 5 minuta, 10 minuta, aty bukave që do fke më kanë gati. Do fke veçon aty në për veti isha thënë agjerushëm, për tash. Dhe isha, o mamë, thash po më dridhë trupi, thash të me maru bukën, dhe ke, hajtë të ke se mësu, është të në mene. Mirë, pra paka shumë paskanis si nevoj me umësu, me gatu, edhe pastaj të shkëthy edhe në pasion, tash e ke qef edhe me gatu. Cili është ushqimi që e përgatit mësë mire? Palpetat, palacinkat, edhe janë samunat, që i përgatiti pak ma mirë, po samunat nuk përgatit shpesh, se ka shumë punë mila, ose vesh kjo e blit gatshme, që aty brumin, tani përmes brumit, ato veç jeqes edhe pikë edhe pakry. Mirë shumë. Përveç kuzhinës, po ashtu ke pasion aktrimin. Ndoshta ardhmja jote paka shumë ke qef edhe synon edhe aktrimin, me u bo pjesë, ndoshta nëse jo për ditëshmërisë tënde, paka shumë jetës tënde. Qysh ka nisë ky pasioni për aktrimin? Nga e ke kuptu? Prej e vogël, i pata kështu shumë seriale u kanë Kafenea jonë, që nuk i heksha heshtë të isha babi tash, është tash kafja të në tash arrin tash ta tash ave që për cilë dikush tinza, tani babi ma shpjegaj kë jenë aktor, qështë. Dhe shallëm, po du me bo tani qashtë marrë kësi qef shumë. Tash të jurim, tash të pak që jem rrit, 15 vjet. Halo, e kam atë mrena që kam qef shumë bu aktor, edhe pse e kom pas një ofert u kanë me prejardje iraniane producenta të këta. Po aty më patë më pranu edhe pse u kanë performanca pak e shtirë me bë, po e pata bë. Të isha hajtë, të isha veç 5 minuta i ki, të isha kryje ma shpejt. Qëfar tip ose lloj të aktrimit të pëlqen? Të pëlqen më shumë komedia, të pëlqen më shumë dramat, të pëlqen më shumë ndoshta me u shfaq në teatr, apo qysh e sheh veten? Ma shumë ka humori jam, sigur ta serialet që janë që tash, qa ka shpia tash u kry. Do serialet tash që një janë veç seriali Bashka Like, të që gjirot në të vënim. Allë cilët janë ka plot. Ka të tjilë. Po tash të më përtojnë. E qaj filmi që ka qinë Irania me prejardje, aty më patën thonë që për film, për një skinë, në duhet me prej komplet flok qel. Okej. Në më vishë sa më patën rritë, edhe pse kur i prej... Edhe mashallah flok të gjata dhe të mirat, shëndosha, kështu që me i prej pak ndoshta gjuna. Po, bile t'i shkon dhe rrisë që të kështë thonë, okej, hajtë. Po krejt bashkë kështu mi... Se për çfarë roli ka pas u kanë diçka me do drama, që jënë kanë do fëmi kështë që nuk kanë prindrë si një timore që si sanë, nuk më pëlqej kjo ashtu me drama. Edhe se ke gjithë vetën. Po, edhe tani kur pëfalë shumë me atë producentën, me përkthysën, si më pa thonë që dush me i prej flokë, që pa ta vi bo direkt, jo, ju më ka negosë, jo, thash flokë si prej, tani që aty u patë prish marrëveshja, edhe nuk kom shku ma aty. Po, do më thonë, arsyeja për shkak të flokëve e ke prish një marrëveshja aktrimi që ka qenë. Po, edhe ashtu nuk është të pas ka flajt shumë drama, e pas ke qef më shumë humorin. Ke ndonjë aktor të preferuar shqiptar? Është Donat Qosja dhe Naser Afuna është një prej aktorëve më të fortë, që mene që bojnë aktrimin mes jetës reale edhe jetës përditshmëri kështu. Amo në botë, menej që është Mr. Bean edhe Charlie Chaplin, amo nuk e kum prit shumë, nuk e kum këshyr, po e di që mimika t'i bën të mira, kështu, amo nuk e kum përcjell, kështu, amo qysh e kum pa me 2-3 video, në ashta më i me thonë, mu ka duk ma i miri.